që ka vitin 1993 dhe deri kur ka qenë Partia Demokratike, janë dënuar zyrtar të lartë edhe në atë kohë. Ka pas gjyqtar, janë fut 2 kryeministra në burg, janë fut procedu zëvendës kryeministri i Partisë Demokratike, ministra të tjerë e tjerë. Ja, më falë. Ke futë kryeministër në burg? Ja, 2, jo 1. Tani janë fut. Gjini i futi, zoti Gjoni i futi. Po, ka qenë të difus. Po të lutëm se tjetëri është. Po prapë krenoheni që keni fut nana në burg, do mos e kuptoj. Tani, problemi është shumë i thjeshtë. Tani, mos të dalim me teorinë që nuk është fut kush në burg. Në demokraci janë fut. Jo, Gjon. Me ka firmos burgun tani ti thuj jo. E ka firmos burgun? Ti thuj jo. Po çfarë krenohet akoma me futjen në burg? Jo, të lutem. Ti nuk po them. Përmenda emra, nuk përmenda njerëz, nuk ashtu. Ne po themi që drejtësia ka operuar dhe ka operuar. Tani ka edhe një moment tjetër, të lutem. Mendoj të kundërt. Unë kam qenë gjykatës vet dhe kemi gjykuar 96-ën, 97-ën, 98-ën edhe në 2000-shin, ku armët ishin sheshit,